Marrëdhënia mes Mateos dhe Brikenës ka qenë në qendër të diskutimeve në emisionin e sotëm, ku nuk kanë munguar komentet dhe analizat mbi dinamikat e çiftit brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ish banore e formatit Loredana Brati, e cila ka përjetuar vetë një histori dashurie gjatë qëndrimit të saj në reality show, ka ndarë mendimin e saj mbi këtë raport. Sipas saj, në këtë marrëdhënie vjetër një mungesë për kushtimi, sidomos në momentet kur lindin tensione apo keq kuptime. Te ky çift s'më pëlqen kjo tendenca për ta ndërprerë menjëherë marrëdhënien. Nuk shoh ndonjë përkushtim për ta mbajtur atë, presi gjën më të vogël për të ndarë, është shprehur ajo duke theksuar se lidhja duket e brisht dhe e paqëndrueshme. Sipas analizës së bërë në studio, Mateo shihet si pala më e përfshirë emocionalisht në këtë raport. Ai duket më i përkushtuar dhe më i gatshëm për të bërë hapa përpara, ndërsa nga ana tjetër Brikena perceptohet si më e tërhequr dhe më e rezervuar në reagimet e saj. Në vijim të komentit, Loredana shtoi se tashmë është momenti që Brikena të reflektojë dhe të marrë më shumë iniciativa për të forcuar marrëdhënien. Tani është koha që Brikena të bëjë disa hapa drejt tij, u shpreh ajo. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.